أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد الله نفلندروهم për këtij falet e ndihmë kërkojmë kanë Allahu subhanahu wa taala. Udhëzon rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që humbë, ndërsa të cilët janë të humbur, nuk ka kush që udhëzon rrugën e tij të drejtë. Dërgojmë salavatet Muhammed alayhi salatu wassalam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Më lënë radhë parë të përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që këto minuta që do të kalojmë së bashku, Allahu t'i bëjë të bereqetshme, të begashme, dhe kur dalim para tij na peshojnë peshorën e veprave të mira. Kem ardhur në një pikë të shkrimit të Ebu Bekrit radiallahu anhu, që është ngjarjet më të rëndësishme në khilafetin e tij. Se nëse kishim me marr me i hit detajeve që kanë ndodhur krejt, do të thotë në jetëshkrimin e apo në khilafetin e Ebu Bekrit radiallahu anhu, besoj që kish mu zgjat shumë kish mu zgjat. E kështu që do të përmendim vetë se ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në khilafet të Ebu Bekrit, jo që ato të tjera që janë të rëndësishme, po për shkak se ky rrugtimi jonë i larg, o i gat. E nëse nisim na çështu me u zgjerua, kupton, tut na që lodh na dhon edhe jo. Lodhëm bashkë tani mbesim gjysë rrugës, kështu që mos më mbën gjysë rrugës, do të marrim domethënë vetëm se ngjarjet më të rëndësishme. Për ngjarjeve të para që kisha dashur me e përmend, edhe që e ka rëndësinë e madhe që e ka në khilafetin e Ebu Bekrit radiallahu anhu, është infadh gjejshul Usama. Infadh gjejshu Usamete radiallahu anhu. Përgatitja e ushtrisë Usam ibn Zeidit. Usam ibn Zeidi ka qenë një sahabe i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka zgjedhur si komandant të ushtrisë të qenë gjallë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtu kisha pas dëshirë mundal vetëm se me bon një krahasim, edhe pse s'ban me bo krahasim. Se kur të bojmë krahasim tani na jep një farë zhgënjimi, një farë dëshpërimi në çfarë kohë çush ka qenë e ku jena, ku kanë qenë muslimanët e ku janë sot. Usam ibn Zeidi, dashurit e mi, në transmetimet që ka ardhur thuhet se ka qenë 16 vjeçar ose 17. 16 vjeçar apo 17 vjeçar, komandanti i ushtrisë po shkon me luftu me superfuqinë asaj kohe, domethënë me superfuqinë e kujt, romakëve. Por romakët besoj se cilët pe juve dini që ndoshta mi krahasu këto superfuqitë bashkohore, është banalitet mi krahasu me çfarë përgatitje kanë pas, kush kanë qenë, çfarë nomi kanë pas. Para mendo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pe përgatit pe çet komandant të ushtrisë të muslimanëve në 17 vjeçar. Pe marrim çet transmetimin që është më mëshhur, më i njohur, 17 vjeçar. Tash kur janisti bën krahasime, e merr një 17 vjeçar të zemonit ton, Allahumma sallim. 17 vjeçar e zemonit ton me i thonë, qëra se jom të hinë banjo. Rritë dera e banjës, aty ruma derën, se s'ka qilës, po me hinë koshër, po habitet. Tu ndajt që aty habitet i kalzon, qëfar biciklete, andeja, diçka, habitet të këshyra dhe haron që e kilon. E qënë me ble kastravecat për unë patligjona. E lemo me i thonë, mere ushtrin, i ki një 5.000 njerëz a 10.000 njerëz në bas, kimi u dheqin luft. Me i prin luft, me bo strategjin e luftës. Mjafton vetë që to me e përmend, me e marrë vesh ku jem kone dhe ku jem. Qka kanë eduku ata edhe qka edukojmë na.
Ta 17 unë e thash se ti hadith wala haraj, nisja të nalte, 18, 19, 20, 30, 40 besa e halat të lujt PUBG. Allah i boft rahmet ja Rabbel Alamin. Infadul Gjeshul Usame, përgatitja e ushtrisë Usames, thot autori i librit Kana an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad jahhaza Gjeshë Usame ibn Zaid li ghazwi ar-Rum fi Sham. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kish përgatitur ushtrinë e Usames, me krye me Usame, do thot si komandant tyre, për me shku me i luftu, do të thot me romakët në Sham. فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج الجيش. U bogati ushtria tash po do mund dalën detaje. U bogati munis veç ka dal lajmi, hala pa dal për Medinës, ushtria ka lajmi ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atëherë ndal Usame me ushtria dhe u kthy. Edhe e dini kem përmend na musibeti i vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë musibet i madh për sahabët edhe për krejt muslimanët. Atëherë u kthy. فتردد الصحابة في إرسال هذا الجيش خوفا على المدينة خاصة بعد أن جاءهم الخبر عن ردة كثير من العرب. أترثت صحابة إشن يستقبل دوت كشن فريق أمانيس أشترين بساسة كان دودي بس ليكس بيغمبري صلى الله عليه وسلم عربت بنن ردة وبنن رنجات لان فين sa që thuhet kanë mbetur në Islam vetëm se Mekja, Medina dhe Taifi. Parmendo, me vdekjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dolën prej dinit një pjesë e madhe e tyre, thanë mo nuk kena obligim me kon musliman se ka vdek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Pjesa tjetër tha ju tha, namazin e falim, zakatin se japim, edhe kështu do të thotë mbeten në Islam tamam vetë se Medina, Mekja edhe Taifi. Edhe sahabët nisen me pas një lloj jo sigurie, u frikojshin që nëse nisin ushtrinë e Usames, Medinja mbet zbrast, kush do me rujt ato? Atëherë Ebu Bekr radiallahu anhu kur u bë khalife, ai vendosi, edhe ishte kjo shihet vendosmëria e madhe, edhe trimnia e tij e madhe, vizioni i tij i lartë. Fa Ebu Bekr radiallahu anhu, wallahi la uhillu uqdatan aqadaha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, walau anna at-tayra takhtifuna was-sibaa min hawl al-Madina, walau anna al-kilaba jarat bi arjili ummahat al-mu'minin la ujahhizanna jaysh Usama. Allahu akbar. Tha pasha Allahu tha, unë nuk do të zgjidh atë nyjet e cilën e ka lidhë Resulullah sallallahu alaihi wasallam kur. Si të mek po të më thonë Ebu Bekri, a ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me nis ushtrin, kem me e nis, tha vallahi tha nëse nisin, edhe në vinë zësht në marin në bojnë copa në coptojnë, apo vinë e gërsirat e sulmojnë Medinën edhe i kapin për këmbë nanat e besimtarve. Tha vallahi tha unë kam e përgatit ushtrinë dhe kam e nis me shku me qu amanetin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam në vend. Kur tha kështu Ebu Bekr radiallahu anhu, nisën sahabët nisën mu të rështu, Omeri, tha, o Ebu Bekr, ka dole bre, tha, ka dole bre, se e qojmë, unë e pipit tash pe e tregoj ajken e ngjarjeve për me hec ma shpejt. Tha ka dole, qërë murteddin të atje, Musejlem el Kedhabi, Njemame, aj tjetri atje, Bahrejni dullen, u bonë ridde, do në mbetin Mekja, Medina dhe Taifi. Tha po dënë me nëzirë ushtërinë e cila e vetë mja ushtëri ka mbet me mbrojt Medinën. Tha Omerit, radiallahu anhu, ju drejtu Ebu Bekri me një nervozizëm, tha ja Omer, tha atërim, tha në gjahiljet, tha e tus në Islama. Wallahi tha, kom e nis ushtrin me i qu atje, edhe kom e nis ushtrit tjera me i qu të murteddin, nëse Rasulullah s.a.s. i kalen ja kanë jep, i kale i thojnë asaj të zezës, e ki pa rapt sot e kësaj dite që jesesin në to shamijat, e ki pa të zezën, që asaj i thojnë i kale, ja kanë përdor me ja u lidh kom të deveve, për mos me hec devja, mos me ik. Tha vallahi nëse i kalen ja kanë jep Rasulullah s.a.s. zeqat, edhe mu kanë ma jep.
La ufarik, nuk ka me dallu namazin prej zeqatit. Kush e nuk e jep zeqatin ka me i luftu derisa të kthehen dinën e Zotit. Edhe nisi ushtrin, kur e nisi ushtrin, dol ushtria, nisi me marshu ushtria e muslimanëve, të shku deri në Sham, ishte rrugë e lartë, kalojshin në për fshatra, në për qytete. Në për qytete edhe të tyre cilët e po fshatrat të cilët për i muslimanëve kishin bërë ridde, e kishin lënë islamin. Kur e panat ushtrit madhe e i printe Usame ibn Zeidi, që ishte një djalosh që të synit si tremte, trimnia e Usame ibn Zeidit me nis me fol që tash vallai shumë ka që ka mu fol, çfarë burri madh ka qenë, pse ka qenë 17 vjeçar, po ka qenë trim, ka qenë burri madh që syni që thojmë na vërt si ka bo. Kur kalun andej, kur e pana ta tha, qysh ka than? Ma kharaja haulai min qaumin illa wa bihim man'atun shadidatun fa aqamu 40 yawman wa yuqal 70 thumma qafalu salimin ghanimin. Këta thot kur dolen edhe i pan të tjerët ushtrinë e muslimanëve, çka than? Këta nuk largohen prej popullit tyre, veç se kur populli i tyre është shumë i fuqishëm. Qysh demek të në qëtë ushtri që i ka nisë Ebu Bekri bombaki dhe që ka shkon me dine. Gjysa e të në u këthin din me njerë. Levizja e meq me Ebu Bekri radiallahu anhu, kjo ka ndodh 30-40 dit apo 70 dit ka vazhdu kjo ekspedit e Usame ibn Zeidit me ushtrin e ti, pasaj ju në këthin me dine në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shnash pa ju hi as një thënë kom. Edhe romakta tje kure kanë marrë me shoni ushtria, ja kanë njerë jonë bogati, me luftu Usame, kure kanë marrë vesh shoni ushtria për Medinës, ata njerë kanë bo, që kanë mendu me sulmu Medinën. Kure kanë po, që ka vjen ushtri me Usame ibn Zeidit, ja kanë nisin shpartalu me njerë, jonë hikë kutet sa vetë të ne. Edhe kjo ishte edhe një goditja e madhe për burë të dindë, për renegatët, thanë, romak pytu të në muslimanëve. Edhe Ebu Bekr radiallahu anhu ishte ai domethënë në këtë ngjarje të madhe. Pastaj vjen një ngjarje e madhe tjetër që tregon guximin e madh të Ebu Bekr radiallahu anhu, edhe është atë udhëheqjen e madhe që e ka pas ky burr i madh, është momenti kur e ka tubu Kur'anin. Jo e dini, Kur'ani që ky mushafi që na e kanë atash të tubum në dy, do të thot lekura, si me i thonë në një libër, nuk ka qenë kështu kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë i shpërdam sure që kanë zbrit sahabët, i kanë shkru, disa kanë shkru në për levorët drujve të hurmave, në lëkurat të hajvanatit, në eshna e kështu me radhë, kohën e shpërdame. Në luftën e Yamane, mes kena me foli inshallah ndersin tjetër, kemë me undal të kjo, tek Musallam al-Kadhabi, kur kanë shku kanë vdek shumë kurra, shumë hafizler kanë vdek. Edhe çka që ta shpendëgjojmë ka dalale kritë ngjarjen e tubimit të Kur'anit, si u mbledh Kur'ani. Shishani. Qala Zaid ibn Thabit al-Ansari, arsala ilayya Abu Bakr maqtal ahli al-Yamamati wa indahu Umar. Thot Zaid ibn Thabit al-Ansari, thot pas betejës së Yamamës, Ebu Bekri e dërgoi dikë për të më thirrur, e i pranishëm, thot, ishte aty Omeri. Këtë Omeri, si me thonë, ishte ai iniciatori i kësaj çështje. Omeri radiallahu anhu, Allah i ka qenë mendje prete dhe i kanë këshyrë, që shi kanë këshyrë sahabët sendet, ka këshyrë derg. Omeri ka thonë, i ka pa një Yamame kanë vdek shumë hafizler. Shumë hafizler kanë vdek. Kanë ra shahida. Edhe Omeri u frigu, ka thonë, qka? Nëse në vdekin hafizler, qka? Mundet me na humb Kur'ani. Me humb Kur'ani, me humb. Atëherë qka? Ka artë të Omeri, radiallahu anhu, ka artë tek Ebu Bekr, radiallahu anhu, edhe ka këshilu për me bo këtë gjë. Atëherë thot, aty ishte i pranishëm Omer ibn Khattabi, më tha Omeri, tash për kalëzën Ebu Bekri, Zeidit, për i të regon, që i ka thonë Omeri, Ebu Bekrit. Më tha Omeri, pas betejës Yamanës, janë vra shumë hafizler të Kur'anit.
Andaj kanë frikë se nëse vazhdon kështu, se musliman kanë bo gjihad, s'kanë ongër ka stare se pas ligjone me ndet dhe për kultuqe, ja, e kanë pas gjihadin, e kanë pas si namazin. Me shliru vendet e kufrit e kanë pas në etikat ata. Zavonin ta, sot edhe me bo me përmendi kush fjallën gjihad, këtë gjihad, në tutet, po su tutet, në këbi dinit tanë, është hapëtan. Edhe o dinuna, kjo dini janë, hapëtan. Kjo dini janë. Edhe zut hish mu tut, hish vallaj billajt Allahi jo. Kur tjertë në fasgjilashit të tyne, me thlissinat e tyre, mburën, hapëtan, në me në anë mbarën me përmendi shka që Zoti e ka përmend Kur'an, po mëre. Vallaj billahi po. Edhe me platgoj me thonë, gjihad jo për dinit tonë, hapëtan. Kush e mohon gjihadin për dinit tonë, e ka muhu dinin islam. Salam aleikum, piko, hapëtan. Tash, regullat e gjihadit, dispozitat e gjihadit, këtë në këtë që bohën hapëtan, ka, ama ka regula, jo me nisë dikush në emën gjihadit edhe me hitani me bo halakom. Ma shumë për fesat se gjihadit kur arë qka? Kur dikush e ka prish një vend, e prishja me e madhe kur është kufrin ta, pastaj me që imanin ta dhe me u jep 20 drejtat. Pe e përmendi veç për ekipo kanë nisë, vallaj kanë nisë edhe disa të përëndimit të e lypë shariatin e Zotit. E kom përmend në dersin për derseve, një për atyne në përëndim, s'pja përmend e emni ko. Tha, mirë, tha, ish me na u këthy, tha shariati muslimanëve. Tha, se na mbytën këta udhestan me taksat e tyne me këto. Sa e ka kuptu se shariati o rahmetu të dashurit e mi. Nuk ka shariati që shmendoj disa vesh me heklakna. Esh pëtja kryt, pëtja dorën, jo bre. Shariati ka arë me asiguru njerëut, me asiguru jetën e ti, lirin e ti, pasurin e ti, besimin e ti, me erujt regullin, me pas siguri, me erujt njerëz prej fasgjillaqeve, pe punëve të këshia, që kjo shariati Allah, subhanahu wa ta'ala. Kështë para me ndo, unë e veç për përmendi një detaj që këto, kush ka shku në umre, ose në haqe ka pa, ku ke pa ti be me lonë dugojnë qelë me lonë këtë namazit, ku? Kjo është kur ka shariat, e len qelë, të na me bo me lonë qelë, Allah i boft rahmet. Allah i boft rahmet. Të na s'ka thot, të përshem, këshyre do më thonë, siguria e janë është problem, do më thonë, kur flasë siguria, nuk po flasë, alhamdulillah, sigurin, kem siguri, po në aspektin e përgjithshëm të flasë, të folë. Ishe, une, ju thamë sinqerisht aftën, po du me përmend në kast, e kom përmend, edhe në rrjetet sociale e kom shkru një shkrim prom, edhe tash po du me folë direkt. Çfarë sigurie, çka na vjen neve një siguri kur fëmijët tonë nuk janë sigur, nuk dim ku janë të na shku fëmijët tonë. Nuk dim çka janë të pi fëmijët tonë, nuk dim çka janë të bo fëmijët tonë. Unë mbram kom rastis, kom kalu ka një kafeteri pi kafeterive të qytetit këtu, te rruga Shëndetit atje. Wallahi la dim i pash do fëmijë, nuk besoj që janë më shumë se në klasën e 6 dhe 7. Nuk besoj. Pishin cigarë dhe një far erë e keqe. Edhe sot vjen muhabeti pi pronarit, publikisht po flasë, shpresoj me ndëgju. Me ndëgju, me shku selami, me shku, kështon na s'kena përgjithësina, na elshojmë lokalin ti, po dhe ti meri pare, meri 100 euro që të shtinin gjep, aty apin drog, a hajnë misht thjut, a qka boj, se ki gajlet i atë pun. Nuk e ki gajlet i atë pun, ama mëse pash gajlet i vallaj ne kena gajle. Edhe unë vallaj pishtu i të bëj thirje, do më thonë, aty në cilët janë përgjithsoj pune, miron basun e besoj që me ligjet tona këtu, nuk lejohet 2-13 vjeçarit mja jep lokalin ti me qira mja jep. Nuk lejohet, pa pas kujdestar aty. Nuk lejohet kjo pun. Nuk lejohet avutan. Se tani kur po na vin neve të xhamia këtu, djali u kanë pinë drog, djali boni kështu, djali u bo hajn, djali u bo kështu, mos hajte tani, çto në rrugë hajnis, çto në rrugë të drogës. Në sa zhurka, i theshë për para në zhurka, i theshë, apo, në për qëto të bime, jënë hi njerës drogës, jënë hi punëve të qia, jënë hi alkoholit. Edhe me ardë dikush me thonë, jo në s'kam përgjithsi, na ullë reputacion, po kena me ta ullë o rabbil kabe, ty, se kena me përgjithsi me ty, po me gjithë kanë, vallaj, kena me urnun të mirë, edhe kena me ndalë për të keqës. Të keqës kena me thonë në keqë, vallaj, koft pranari dyqanit, baba jem koft. Vlau jem koft. E vlad jem koft. Kena me i thonë të keqe. Se për ndryshe, ka me na denu Allahu subhanahu wa ta'ala, ka me na zbrit denim.
Zoti na falte, na drejtoftë, ja Rabbi. Atëherë tha Omeri radiallahu anhu, tha frigona, tha se nëse vazhdon kështu, do thot luft pas lufte hafizlert kanë me vdek, tut na thot frigona, thot se ka me na hup një pjesë e konsiderueshme e Kur'anit, andaj une mendoj se duhet të udhërosh o Ebu Bekr ta tu bash Kur'anin në një vend. Ebu Bekrit i tha, si vol, tha, me bo një punë, tha, se ka po pejgamberi s.a.s. Edhe Omeri radiallahu anhu betohem, thanë Allahu subhanahu wa ta'ala, tha se kjo punë është punë e mirë. Kështu thot Omeri vazhdoj me këmgullje të mbo presjal. Deri sa thot Ebu Bekri, Allahu mas zgjeroj gjoksin teme dhe kuptova që Ebu Bekri ishte me të drejten. Që veçarur të hecave, ja Allah, sa djol do Allah i boft rahmet, me hec, me bo me ishtin vit drejt, me hec zdin me hec. Një vi me bo me ja bo drejt, me dhon hec drejt, zdin me hec drejt, kur vjen a i vjen qytetari, e ndali, dhot kretari ndërua, ma bërë se qështu, e qënë hungën, ma mare, heja, di ku shukon Ebu Bekri radiallahu anhu. Di ku shkon Ebu Bekri. E ka pranu këshillën e Omerit. Edhe vërë që shoh, thot, ma zgjeroj Zoti gjoksin edhe kuptova se Omeri ishte me të drejten. Edhe na duhet me pranu këshillën kur na vjen dikush, pa marr parasysh çfarë do posti kiti, vjen dikush të bën nasihat për të mirën e komunitetit të musliman, të mirën e popullit, duhet me ndëgju. Jo më po krenec. Jo më po me ndëmall, kështeti me mësumu. Kjo nuk është sifati muslimanit mirë. Kjo nuk ka tipar pe i tiparëve të muslimanëve të mirë. Kjo tipar pe i tiparëve të arrogantëve. Na njerëz që urdhërojnë të mirë, e dojnë të mirë i këtij vendit, mundojnë për të mirë, duhet më nderu, duhet më respektu. Na i përgjeshim, çera që gjithë ka hundo ka ishten. Po pe ishten unë gjithë ka, se ti e qasin e mos të foli, se mos t'ja prishi shejtërin ligjeratës, apëton. Normal që duhet me ishti hud gjithë ka. Duhet me ndalë të keqen, duhet me paralemru popullin, duhet me paralemru organet kompetente, me i thirë ata komisariatin, qka i thojnë të asajt të, që i thojnë, dima mani këta që dalin inspektorat. Inspektoratin, me i thonë aty se ata pitoksave të anë marri rogë. Dhe do delni a mudan, delni shkoni këshyrni që o ka buhet qytet. Që s'do një ju, pasha zote publikisht me dhëmë, kur dojnë ka 2 orë ndite fise bili lau në dalë punë e për ta. Që të ma autorizojnë, dalë edhe esha qëshi, tha jo zbog ta thesa këta jo belagji, ti se ku sultani kry pun, qësh ule, qësh palohel, si pacovat. Këpa marë kështu ti? U bo si në kone ka obajve. Këto bën me lajmru, këtë jetë zbasi këj fort. Po forcaja e shtetin të ligjin, mi se të kalzojnë në qështë e forcana ato, qështë e rëzana ato. Oho, bjen si kungli. Bjen si kungli. Atëre tha Omeri, Abu Bekr radiallahu anhu, tha po, tha dej sa Allahu ma zgjeroj, tha gjoksin tem dhe u binda se Omeri e kishte mirë. E morën Zejdin tash. Zejd ibn Thabit ishte një djalosh mendje pret. Ebu Bekri i tha, ti vërtet je një djalosh i menqur, për të cilin nuk kemi as një vrejtje, do më thonë as një vrejtje se kemë erbal teje o Zejd. Ti e aj që e ke shkru shpallje në kohën e pejgamberi s.a.s. Tha ti dush me bo këtë punë, gjurmo pjesë të Kur'anit, mledhi ku jo në kusion, edhe bëne këto. Kër i thanë kështu Zejdi tha betohem në Allahun, se si kur të më ngarkanin, thot, ti levizi kodrat kisha me i leviz, ma e let kish më konë. Ma e let kish më konë. Kështu tha, këta shka e një të ndëtyru kjo për mua ma e rondë. Tha qësh me bo në një pun, me bo një pun, që sahabet që shën kona opton. Që shën konë sahabet e pejgamberi s.a.s. E kam pas gajle një pun që se ka bo pejgamberi s.a.s. Qësh me bo në? Qësh me bo? Edhe dejsa e binden, thot edhe Zejdi, atërë deri sa thot mu zëru edhe mu gjoksi edhe kuptova që Omeri ishte me drejten. Atër thot fillova të kërkoj pjesë të Kur'anit, cilat ishin në për shkruara, në për levozhat të drurit të palmëve të hurmave, në lëkura eshtra, si dhe në pjesë që sahabet i kishin mësuar për menç, dhe të bëjnë një vend, dhe do të thot edhe dulem, tha e të bum krejt. Edhe në këtë të bim dashurit e mi, ishte do të thot konsenzusi i krejt sahabeve kër të bu se kjo është mushafi
i cili ka qenë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Ebu Bekri dashurit e mi e vazhdoi do të thot pjesën tjetër, çka është pjesa e luftimit të murtedinve. Edhe mbasi e të bëj Kur'anin u bënën krejt, tha punën e parë që du të me bona, duhet me shku me qëru e sapet, me kanë, me murtedint. Çka me bo? Edhe i mor i përgatiti ushtrit, i mor i bëni gati ushtrit, edhe nisi me i nis. Po unë du me lexu para juve, e kom nxjerr para vetes me lexu mesazhin e Omerit, mesazhin e Ebu Bekrit që ja u drejtoi murtedinve. Tha murtedin kush jon ata renegatët që e lan fen. Murtedi quhet ai njeri i cili e lën fen, del pi dinit islam, e lën. Qysh ka i shujti Ebu Bekri radiallahu anhu? Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Nga Ebu Bekri, khalifi i të dërguarit të Allahut, drejtuar kujdo që i bie në dorë ky libër, kjo letër. Qofshin nga njerëzit e thjesht apo të veçantë, do thotë qofshin popull i thjesht apo qofshin kryetarë o udhëhes të tyre. Atyre që kanë qëndruar në islam apo që ndalë për islamit, paqja mbi atë që ndjek, paqja qoftë mbi atë që e ndjek udhëzimin dhe nuk kthehet pas të vërtetës, në humbje dhe në verbëri. Unë e lavdroj tek Allah, unë lavdroj tek ju Allahun të vetmin që s'ka të adhuruar tjetër përveç ti, dhe dëshmoj se nuk meriton të adhurohet as kush me të drejtë përveç Allahut, pa ortak, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i ti. Ne pranojmë atë me të cilën ai erdhi dhe mohojmë këtë që kundërshton, dhe mohojmë këtë që kundërshton Kur'anin edhe Sunnetin dhe luftojmë kundër tij. E më pas tha, Allahu lartësuar tha e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me të vërtetën nga ana e tij, te krijesat e tij si përgëzues, qortues dhe thirrës në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Me lejen e tij si një dritë ndriçuese që të paralajmëroj kushdo që është gjallë dhe të realizoj fjalën kundër çdo jo besimtari. Allahu me të vërtetën i udhëzoi ata që u përgjigjen thirrjes së dërguarit e tij, me urdhën e tij luftoi kundër atyre që i kthyen shpinën, derisa njerëzit hynë në islam me dëshirë ose nga frika. Pastaj Allahu e mori të dërguarin e tij, pasi ai kishte zbatuar urdhën e Allahut, kishte këshilluar ummetin dhe kishte kryer detyrat e tij. Allahu a kishte bërë të qartë këtë atij dhe besimtarëve në librin e tij, duke zbritur ku thot: innaka mayyitun wa innahum mayyitun, ti o Muhammed ke me vdek dhe ata do të vdesin. Pastaj tha: wa ma Muhammedun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, dhe Muhamedi nuk është vetëm se ne i dërguar, se para ti kishte pejgamber, sikurse që kanë qenë pejgamber para ti. A mos vall, nëse ai vdes apo vritet, do të kthehen ju prapa, demek qëra e kradon një ders të mirë më të dinëve. Me vdekjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, demek nuk lehet dini i Zotit. Kush kthehet mbrapa nuk i bën dëm as pak Allahut, e Allah ka mi shpërblyve për mirët. Pastaj tha: men kana ya'budu Muhammeden fa inna Muhammeden qad mat. Kush e ka adhuru Allahun, kush e ka adhuru Muhammedin, Muhammedi tha ka vdek. E kush e ka adhuru Allahun, ai Allahu është i gjallë dhe i pavdekshëm. Pastaj tha: unë ju këshilloj me frikë respekt ndaj Allahut dhe me pjesë që ju takon prej Allahut, do të t'i bindeni Allahut subhanahu wa taala, dhe me atë që ju solli pejgamberi me sunnetin e tij, që të udhëhiqeni me udhëzimin e tij dhe të kapeni fort pas fesë Allahut, se kush nuk udhëzon, se kon nuk e udhëzon Allahu, është i humbur. Kush nuk e mbron Allahu, është i sprovuar. Kush nuk e ndihmon Allahu, ai është i poshtruar. Kush e udhëzon Allahu, ai është i udhëzuar. E kush e lën Allahu të humbur, ai është i humbur. Allahu lartësuar ka thonë, e ka përmend tani ajetin surën Kaf, ku thot: Allahu është ai i cili udhëzon. Allahu është ai i cili udhëzon ata që janë të humbur. Nuk do të gjesh asnjë mbrojtës tjetër
përpos ti dhe udhëzues përpos Allahu subhanahu wa taala. Pastaj tha, dhe nuk i pranohet njeriut në dynja asnjë vepër përderisa ta pranoj ai të vërtetën, dhe nuk do t'i pranohet në ahiret as zavendësim, as shpërblim nuk do të ketë te Allahu subhanahu wa taala. Më ka arritur se disa prej jush janë kthyer nga feja e tyre, pasi e pranuan Islamin dhe vepruan sipas tij. Pastaj tha, nga mashtrimi ndaj Allahut, padia ndaj urdhrit e tij dhe përgjegjja ndaj shejtanit. Do thotë e keni ndjek rrugën e shejtanit. Pastaj Abu Bekri vazhdoi me këto predikime që ai udhëroi deri në fund. Pastaj i tha, unë tha kam dërgu, se të dhe prej juve jo kam dërgu ka një ushtri, edhe këtëri ju kam thonë, kush i përgjigjet thirrje se Islamit, pranojeni, përmbajeni, ndërsa kush e bën të kundërtën, luftoni ata. Urdhërova, thot, nëse e dëgjoni ezanin, ata janë musliman, mos i prekni, mos i ngosni. Edhe për rregullave të Islamit, dashurit e mi, kur muslimanët shkojnë në një vend me luftu, gjëjnë e parë çka bojnë? E thirrin ezanin. Allahu akbar, Allahu akbar. Nëse përgjigjen me ezan, ata janë musliman. Ezani është dashurit e mi. Kanë erdhë za, ki vatë që si mbetorina, si kopilat e mërhoqës, apo la pegon ezoni, po kjo vendi musliman dhe mëre. Ezani është pjesë e dinit ton. Ezani neve në mbron, edhe ezani bëhet sebeb që neve me të regu se këtu ka din Islam, këtu ka njerëz që adhurojnë Allahun. Tha, nëse dëgjohet ezani muslimanve dhe ata japin ezanin, mos i prekni. Nëse nuk japin ezan, sulmoni me një herë ata. Nëse japin ezan, pyetuni për detyrimet e tyre. I ka dalë veç jove që zonë edhe, ja, detyrimet. Nëse i refuzojnë, sulmojni. Nëse e pranojnë, atëre miratoni prej tyre, vendosini në ato kushtet e Islamit që i takon Islamit. Edhe kështu veprun sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dashurit e mi. Shkon unes ushtria. Unë tash para juve me bëmë janis me i përmend se kush kanë qenë murtedin pi lexoj shpejt. Usudul Ansiu. Ky ka qenë një prej pretendentëve se o pejgamberi rreshëm. Ka thonë një pejgamber. Tjetri Tulejhatul Asadi, Sujah Banu Tamim, Musejlem al-Kadhabi. Pasaj Usudun wa Ghatafan, ridja e Ehlul Bahrejnit, e kështu do të thotë me radhë. Këto janë murted që ka ndodhur. Po une piket këtu në murtedinve du me përmend sonte me veçu në ngjarje të mëdha. Ngjarjen e luftimit e Musejlem al-Kadhabit. Musejlem al-Kadhabi idda'a an-nubuwwa, ka pretendu sa pejgamber. Edhe Ebu Bekr radiallahu anhu ja qoj selavil, dhe këve valvesh. Apo a e tash ta qoj një që kime pranu selavil, edhe kime pranu, ja kime me hec. Ka në qoj? Khalid ibn Walidin, dashurit e mi, na kena folë për Khalid ibn Walidin. Kër ja kanë nisë në kohën e Ebu Bekrit, ja kanë nisë romakt me lujt besht. Kena me përmend inshallah ta'ala në dersin tjetër. I kanë ardhë, i kanë thonë bre sporin rahat atje romakt. Sporin rata? Hajt, ka thonë, si zash kom ja qunë njerin që i kanë miharu vezvezet e shejtanit. Allah, dhe të kam ja uqu Khalid ibn Walidin, e kur t'ju shkon Khalidi atje kanë miharu vezvezet e shejtanit. Wallahi ka qenë buri madh. Khalid ibn Walidin e dërgoi dashurit e min Yamame, e dërgoi Ebu Bekri li qital Bani Hanife. Yamame ishin Bani Hanife, bita Hanifes. وقد كان أبو بكر أرسل قبل ذلك إكرم بن أبي جهل. أشي إكرما me Shurhabilin, po ata nuk e pranun, ishin 40.000, do më thonë për murtedinve më të fortë që në konë, o konë Musejlem al-Kadhabi, 40.000 ushtari ka pas. Ta unë në konë të përgatitur që thëmë në dinë dhëmë. Edhe e dërgoj një mame, e dërgoj Khalid ibn Walidin. Shkaj Khalidi e boni gati ushtrin e ti, nisi, mas parti, qka boni qëra Khalid ibn Walidi? Mas parti e ndajti ushtrin, e ndajti mas parti, ja pi flamurin e muhajgjirinve,
e boni me Salimin, Maula Ebi Hudhejfe, Salimi. Salim, Maula Ebi Hudhejfe, Salimin, e dini Salimi ka qenë një pi burave të majtë, sahabeve të pejgamberi s.a.s. Pe i huffadhe, pe i kurrave të mdhaj, hafizlerve të mdhaja, me kur thuhet Kur'an, bajnë në men këtë punë. Kur thuhet në terminologjinë islame, Kur'an nuk ka për qëllim hafizi Kur'an, veç e din hifz. Jo, është dietar, e din këtë dinin e Zotit. E Salimi ka qenë pi huffadhe. Edhe kur e bonen Khalidi e qiti Salimin, ta kemë përmend një ngjarje interesant, por me shku me i luftu ata, e vendosin një rajen tjetër të ensarve Thabit ibn Qaisin. Edhe disa i erdhen Salimit për muhaxhirinve, s'ja unë posh se synin fort Salimin. Se edhe kjo ka i herë është, kjo atë gjithojnë veç në rohën e emnat. Ja, vese kjo, kjo hoqë është kjo, tash koft hoqë, a i së mundet me i bo, jo më ka të sajnë, a i ka vendosë më bo hoqë, ka vendosë më bo djetar, me kry me i bo hizbet dinit, së ndështë ato pun tjera, ndështë atë qatë pun që e bon tja, i bon ma misët e. Ndështë edhe re ma misët e. Ta, hapi këllopat, krejt. Nuk bën me i vlerësu njerëz vetëm e thonë, ha kështu, edhe kështu, që shtu ndodhe ata i thanë Salimit, dhe me këti, je hafizi Kur'anit, je djetare, krejt këto s'patimojnë, po në aspektin e luftës, po tutna, që dojmë na mos po në likështu është. Qka ju tha Salimi? Qka ju tha Salimi? Kër ndëgjej këto tha, bi'sa hamil el Kur'ani, tha, ahsa bartës i keqi Kur'anit, gjemune nëse e shoj flamurin, sa i që e mërë flamurin, pak problem është, flamurin me e marë, du të me dole atjem para dhe me i hecë, ushtria me hecë në basë. Ka rast të platë, dini rastin e kuj? Abdullah ibn Mektumit. Abdullah ibn Mektumi ka qenë qka? I verbër. Që ka thonë Rasulullah s.a.s. Ja Rasulullah ka thonë, i verbër. Sa me barë flamurin du të me pas iman. Ka thonë, ama mu ka thonë, kur ti mësy për para, veç mësy. Kur mëshojnë musliman që po ngajën me flamur për para, ta ngajnë pas me ja. Ama qërë Salimi tha, nëse unë tha, el shej flamurin e musliman, el shej flamurin la ilaha illallah, u dhanë në bi'sa hamil e l'Kur'an, tha sa bartës i keqi Kur'anit jamune. Demek më sutut ne, sa unë përderi sa e barti Kur'anin, këtë amanet madhë dhe se konë të raftu këtë amanet madhë, më sutut i që ju të raftu edhe juve. Edhe ashtu vërtej të ndodhi, Salimi ishte një pej heroizmave të mëdha në luftën e Jemames. Atere, Khalid ibn Walidi pasi ndajti këta, nisi lufta dhe deri sa unë nxej lufta mirë, ata ishin 40.000. I bëshin balë ushtrisë muslimanve. Deri sa arritën me ishtin në kështjellën e tyre që quhet, ka ndodhë është një vend quhet, edhe aty ka ndodhë një, dhe të të lufte ashpër, Hadikatul Maut, është qujtë, kopshti i vdekjes. Dhe me kush o hin ta, ka arë një sahabe tjetër, që ka qenë buri madh, Bara ibn Malik. Bara ibn Malik, kush e dit? Ha? Ja, Bara ibn Malik kush është? Kuj? Vllau e Anas ibn Malik. Baraja ka ra dhe të tëtë një pi luftave, o ra shahid të mbrojt vllaunëve, të mbrojt Anas ibn Malik. Një pi luftave ka ra shahid Bara ibn Malik, ka ra shahid të mbrojt vllaunëve vetë. Të mbrojt vllaunëve vetë për heroizmin e Bara ibn Malik, që hiç mos me pa pas asnjë fjalë tjetër, vetë që kjo ngjarje mjafton me të kallëzu çfarë burri madh ka qenë edhe çfarë trimi madh. Çka po lyp. Po i thot Khalid ibn Walidi sa ta hinen, mbase jashtë kështjellës, njëherë ata qëndruan, kur e pan që Musejle me peshet që po bjen ushtria e tij, nëse vazhdon lufta jashtë kështjellës bjen, urdhëroi me him brenda. Edhe i mshelen dyrt. Musliman s'kishte qysh me him aty. Se kështjell me dyrt të mëdha, ç'a me bë, qysh tek Erdh Bara ibn Malik i tha Khalid ibn Walid, ja Khalid, tha, o komandant, tha merem një, tha qitem një katapult. Ja Allah. Merem qitem një, tha katapult edhe gjujem një. Gjujem një, tha mbrenda, ty tha. Me emrin e Allah, tha, une kom e shpetu inshallah, tha. Edhe kom ja u qelë dyrë, kur t'ja u qelë dyrë, tani edhe nëse bishe, i të s'ka gajle. Ama tha, une pata e besën e zonë, se nuk kom e vdek deri sa, nuk ja u qelë dyrë. Para me ndohë, dhe i tash, qëtarë, ndalë, stop. E di shka katapulta? Që qëtar beton, hyp që aty pishat e njerë të gjuj dhe në tokë, zdi kush kish me bo.
Ka dale me ujë, me adut pa tjetër. Ka dale se të shtë tërzone. S'ka pas të sahabët në taramara. Herë ko parë se ko pa. Ja, të sahabët s'ka taramara. Të sahabët, qa ka pas? Të sahabët ka pas që fjalla la ilaha illallah është fjalla me e lartë. Edhe s'ka ish. Kur të ka dalë për para fjalla la ilaha illallah Muhammed Rasul, s'kan pa ish. Kur të gjësë ka dalë për para mu. Edhe Bara ibn Malik i tha, hypem katapult, e morën tha e qëtën katapult, edhe gjyten. Kur ra aty, aqë dhe të thot të regoj heroizm të madh, të shparëm dhe i vetëm o i dashurjen, vetëm, në mesin e një ushtrije. Mbriti do thot me dalën mja u qelë dyrë, kur i qelen dyrë, hini mushtria muslimane në hadikatul maut që quhet, edhe aty ndodhi që aty vdesen dashurit e mi, thu se kanë vdek ma shumë se 70 kurra. Ma shumë se 70 kurra e vdicen këtë luft. Ama aty ishte një person që nuk kom qara pa e përmend. Një njëri që kish ardhë me e la gjunahin e madhë që e kish bo. Ishtë një për muslimanëve aty në mesin e muslimanëve që ishtë mutaakhiru l'islam, ishte i vanshëm në islam, po e mundonte. Pejgamberi s.a.s. i tha, pa ta pranoj pendimin tënd, ama në rrugë mos të mdel. Sahabët e këqërshin, me një sy, sare shishin, a o vrasi i kuj? Hamzës. Ishte kush? Wahshi. Edhe Wahshin ja hajke zemrën kjo. Edhe pse ishte pendu. Edhe tha vallahi kur e ndëgjaj tha, se është nis ushtria e muslimanëve, o nis një mame, tha vallahi shtash ka ardhë vakti, tha Wahsh, me la gjunahin tënë që e ke bo. Tha dhe me shku me mbyt Musejlemen. Vetë që shtu tha ti a këthen krenarin vetit ndryshë s'ka, edhe hin Wahshi, edhe e realizan. Wahshi ishte një prej shejtarëve të mdhaj, me gjujtit shtizës e gjujti Musejlem el Kedhabin edhe vrajti, kur e vrajti, tha Allahu Akbar, tha ene kateltu khajrun nas, e kom vra, tha njerin ma të mirë, edhe njerin ma të kesh, tha e kom vra. Edhe sahabët u gëzun edhe me këta, ju këthy krenaria e Wahshit, që qëtë dashurit e mi, që do në mësimi madhë, që njeri pa marë parasysh në kalumen e ti, gabime që i ka bo, du të me bo përpjekje me përmisut kalumen e ti. E jo për fatë këtë se njërë, shpesh herë pëndodhë të kush, sa pianis me bo namaz, ajo farë aroganca e ti, gjahiljeti i ti po i mbet, nuk po ndrën, ndrëllim jo mes vish, atër so falë, tash po falit. Ama shqoj këtë burë të madhë, e ka bo një gjunah të madhe ka bo, e ka vra një burë të madhe ka vra. Ama dojke nuk e o rahatojke, su rahatojke Wahshi, deri sa nuk e vra Musejlem el Kedhabin, edhe kështu do të thotë për të nëmfaj muslimant, fitun muslimant, fitun këtë luft të madhe dhe u këthyn do më thonë, u këthyn në Medinën e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Ndalim i dashurit e mi këto, ku ja kem qëllu për mirësive të Zotit, ku kem gabu për e me dhe shejtanit, do të vazhdojmë inshallah javën tjetër, dhe vazhdojmë tek ridja e Ehlul Bahreinit, pastaj dërgimi i Khalid ibn Walidit në Irak. Edhe kjo është, kër ka shku në Irak, Khalid ibn Walid ja u ka jep një ders të mirë. Allah i metit, Islam Zotit i mungojnë derset e Khalidit. Mungojnë bura si Khalid ibn Walidi. Mungojnë se sa të është bo gjaki i muslimanve, vallahi billahi, është bo ma i lirë se një shishe Coca-Colës. Që ki Coca-Cola shtajt, bilem një shishe ujt. Derë dhe gjaki i muslimanve. Edhe apet, qka? Thojnë, entum, jo jeni thot terrorista. A i va, për në thojnë terrorista. Ja, a kër e merë i këshyrë muslimant, krejt luftat e muslimanve që i kanë bo, kanë dalë të farë statistika në për internet, besej kini po. Kush i ka bo luftën? E kanë bo muslimat luftën e parë botërore ajo? Se kanë bo. Dytën, kush e kanë bo? Jo muslimat. A disa gjak jo derdë, marë tani do dalin në kalzojnë në drejtat e njeri. Jo nuk bërë me volë për njerëz hiq. Se një gjakpirësat matë mdajti. Vazhdani me qenë gjakpirësa, keni qenë gjakpirësa. Po, vazhdojnë kjo dhe këto. Kush se ka kësi i kati, ati du të mja falë gjenazë me 18 tekbire. Me 18 tekbire du të mja falë. Dëshmia me e madhe kësaj është Gaza. Gaza ja u ka qitë arpalakin. Gaza ja u ka qitë ftyrën e vërtet.
Ja u ka qitë ftyrën e vërtet. Allahu na falë të na drejtoft ja Rabbi. Atu ka kem qëllu për mirësive të Zotit, ku kem gabu për me dhe shejtani, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.